e kapjes së shtetit. Qa ndodh? Gjë e parë është korruptosh. Korruptosh e gjë e me lehtë. E bën tërë. Edhe një njeri në rrugë mund të korruptoj ty. Mbarove. Kjo është vetëm faza e parë që pothuajse nuk vlen për asgjë. E dyta është që këtë njeri ta bësh të besueshëm. E kupton? E treta është që këtë njeri ta përdorësh. E katërta është që ta ngresh në nivel maksimal. Domethënë, ta bësh kaq të besueshëm sa vetë ata që nesër do bien viktime të tij, ta marrin në mbrojtje dhe ta ngrejnë përpjet. E kuptove? Këtë bëjnë francezët. Domethënë, ata duan që gjithsesi, nëse nesër pas nesër bie Edi Rama dhe gjithë kjo klasë e Sali Berishës e Ilir Netze më tash, të vijë përsëri një klasë tjetër që përsëri ata ta përdorin kundër nesh. Por pse u lexuan të pikët pas 23 ditësh edhe? Edhe u lexuan ato ditë. Pse s'u lexuan një javë para për shembull, pra, 2 javë? Dhe pse nuk i lexoj një nga ata që Jo, nuk po hym fare me këtë. Pse nuk e lexoj Marin Mema për shembull, që ishte zëri ngritur. Zëri që u kërkua më shumë aty. Po Dritan Goxhaj është ushtarak profesionist. Domethënë, po çfarë lidh me këtë? Se edhe aty shumë po e thon ato se merr vesh nga spiullëku ti çun. Nga spiullëku i vërtet. Jo nga spiullëku si unë që mund të them e pash Altinin duke e gjur brekët atje te Prapagardhit. Nga spiullëku i vërtet. Nga spiullëku ushtarak. Spiullëku ushtarak është një kategori krejt tjetër. E kupton? Dritan Goxhaj është ushtarak i stërvitur. Natyrisht është një profesionist i mirë. Dhe ata qëllimisht i kanë dhënë hapësirë, po një hapësirë një çik të rangut të dytë. Një hapësirë televizive ku ai të shpalosin njohuritë e tija ushtarake dhe të shpjegojnë njerëzve, po jo duke u thënë që unë jam me Francën, po duke thënë një farë gjysmë kështu që mbase mund të jem dhe me Iranin. Po se Rama e akuzon atë, ky është i këtyre terroristë. Edhe një, gjithçka që thotë Edi Rama është e koordinuar me atë që thon francezët, amerikanët, izraelitët e tjera e tjera. Problemi është kush është Dritan Goxhaj? Do të them një gjë unë. Aty te Pespetkaçi, kur doli problemi i Gjadrit, i atij territorit që rrethuan italianët për ta bërë burg, që kena qenë nga të paktët, nuk e them për mburrje këtë ose për un kam qenë i pari. Se themi i pari kena qenë nga të paktët. Nga të paktët. Dhe aty u organizoi një si tip konferencë. Dhe u organizoi një lloj konferencë. Ka ngritur shqetësimin asaj. Po pra. Ku midis të tjerave unë të siguroj me 1 miliard% brenda asaj mbledhje ka pasur njerëz të shikut. Kupton? Që kanë pasur qëllime të caktuara. Dhe njëri prej qëllimeve të caktuara ka qenë pikërisht promovimi i Dritan Goxhajt. Për herë të parë Dritan Goxhaj në një ambient intelektualësh është shfaqur aty dhe me zërin e Altin Goxhajt është promovuar si hero. Po, çfarë problemi ka këtu? Çfarë problemi ka këtu? Po nuk i shikonte që Altin Goxhaj dhe Dritan Goxhaj bëjnë sikur janë armiqtë përbetuar të Edi Ramës dhe Sali Berishës. Po Altin Goxhaj ka qenë gjithmonë vegle Sali Berishës. E di dhe bufi. Ka qenë po s'jam më thot. Po, edhe mund të ketë ndryshuar, po unë nuk e besoj. Dhe kam arsye për të mos e besuar. E kupton? Dhe tani le të lidhemi te ajo më konkretja. Po, dalim ke konkrete, mos merrem me individ me persona. Deri këtu jemi në fushën e hipotezave. Po unë do t'i sugjeroja shqiptarëve që ta shikojnë me shumë seriozitet. E kupton? Dhe e ftoj dhe vetë Dritan Goxhajn që nëse me të vërtet i ka hyrë kësaj loje të heqë dorë një orë më parë. Nëse është në këtë lloj forme. Nëse është në këtë lloj forme. Tashi të tjerat sot për sot aty ja di Perëndia. Pse nuk je dakord për Dritanin për shembull, Angel? Nuk është puna se nuk jam dakord për Dritanin unë. Jo ti, jo. Atëherë edhe një herë, këto janë figura që mua nuk më bindin se janë me të vërtet antipushtet. E kupton, kjo është kryesorja. Ne duam domethënë, jo ne, po gjithë protestuesit duan antipushtet, janë praktikisht antipushtet. E thon vet ata. E kupton? Shqipëria shqiptarëve, jo pushtetarëve. E thon ato, pas së fare, dhe jo tradhtar. Dhe akoma më rënda. Tani, unë jam pikërisht që
në shtetin e ri, Stratia është ajo që ti gjë e më rënd. Jo, përveç është më rënd, por ti na shitesh ndryshe, Po, pra, ndryshe bën. ashtu. Është më kulmi se Më sa kulmi, pushtetari. atëre, kryesorja këtu kush është? Që ne, domethënë kjo protestë të arrijë objektivin e vet. Domethënë të përmbysin komplet këtë klasë, të gjitha këto institucione të manipuluara dhe që drejtohen nga një qendër brenda dhe jashtë Shqipërisë, dhe shteti shqiptarëve i arshëm, ky përkasin pikërisht shqiptarëve, institucionet jenë me të vërtet pavarura, shteti të funksionojë me të vërtet në mënyrë demokratike, njerëzit të mos jenë të shantazhueshëm. E kuptove? Nëse është pi sot ai, nesër shantazhohet. O Angel, po këtë thonë edhe ata, më këtë thonë edhe pala tjetër. Prandaj Shumë them që bukur. po e kuptojmë ku jemi. Tani ne prum këtu një fakt dhe po e them edhe një herë. Prandaj e nis edhe me të koha dhe tregoj, Koha do ta tregoj. Tani, çfarë tregon koha tjetër? Nga ai takim. Ti e di që para jeni gjithmonë dyshuese, edhe këtë çfarë thotë Angeli. E them si gazetar. Po. Edhe Angeli pranon dhe thot vetë. Po, ti jeni të Jeni sigurt. dyshus, hapni syt, Do të jeni thënë, vigjilent dhe dyshoni skeptik. Hapi i pari. Çfarë do të gjë? Hapi Sidomos i pari. në gjërat kaq bukur, kaq të lidhura Po pra, siç tha edhe Angeli. hapi i pari i njeriu të mençur është që ti marrin gjërat, ti ver përballë njëra tjetrës, ti analizoj dhe të nxjerrë një konkluzion në kokën e vet. E kupton? Tani, në datën 22 si shtam ishte takimi i Edi Ramës, në datën 23, që ndoshta shumica e shqiptarëve nuk e din fare, Gjykata Europiane për të drejtat e njeriut ka marrë 3 vendime për subjekte shqiptare. 2 prokurorë dhe një tjetër, nuk e di se çfarë është. Njëri prej prokurorëve është Gentian Osmani, dëgjoj mirë. Tjetri është Ferdinand Elezi, dhe një tjetër nuk e di emrin, po s'ka rëndësi për mua. Ka lidhje me këtë se çka po ndodh me këtë gjë e madhe që po ndodh? Pikërisht pra. Okej. Tani, unë të thash që parat që i grabiten e Angel Lukës kanë përfunduar tëra jashtë shtetit dhe kanë përfunduar në duart e korruptimit masiv, brenda dhe jashtë Shqipërisë. Gentian Osmani është bashkëshorti i Marinela Osmanit, i po asaj gjyqtare që unë e kam kallëzuar penalisht, sepse ka qenë ajo që ka dhënë vendimin, duke pranuar që një prokuror mund të shfuqizojë vendimin e formës prerë. Direkt në ka vjedhur parata e mua. E kupton ti? Tashi, Gentian Osmani ka qenë prokuror të krimit të rënda dhe është përjashtuar nga vetingu. Po çu gjetë ky që u mor pafajësinë nga gjykata e të drejtave të njeriut pikërisht ditën e nesërme të vizitës së Ramës në zotin Macron. Atëherë unë ju siguroj që Ata pas kanë fol shumë atje me Angel, pas kanë bërë shumë lëvizje. sigurisht ë. Me një takim, ë? Me një takim, po takimi është vetëm për mbyllje, ka paku, se të tjerat kush e di sa kohë ka që vlojnë, kush e di sa kohë ka që ata tentojnë dhe me sa duket ja kanë dalë të korruptojnë gjyqtarët e gjykatës së drejtave të njeriut. Po pse me këtë? Pse janë marrë me këtë? Çfarë rëndësie kanë këto lëvizjet për këtë? Edhe një herë pra, nëse fiton Angel Luka parat, ata s'kan asnjë shans të mbajnë pushtetin, asnjëri. Po E kupton? çfarë lëvizje, çfarë fitojnë tjetër me këto hapa që po hedhin? Përveç të parës që the, e dyta ata, Prit, kjo me mos gjykatë. haro dhe një gjë tjetër, që vendimi i Marinela Osmanit është marrë në 13 nëntor 2025, do më thënë 2 ditë pasi ka ndodhur akti terrorist i Rinasit. E kupton, ku janë vrarë ata 2. Që ja futën sikur vran një kriminal apo hajt shtyhet tutje. Jo, nuk vran një kriminal. Do të thënë, shinjestra e tyre nuk ishte me të vërtet kriminali, po çfarë ka ditur ai kriminal? Apo çfarë ka ditur ky tjetri që ishte Me atë punonjës i AMP-s? Po. E kupton? Sepse në atë kohë unë kisha bërë dhe Kam më shumë e kam për këtë të AMP-s, edhe kam bërë Po të pra, marrë sikur për vrasjen. pikërisht pra, Sepse me atë. sepse AMP-ja sa për djeni kishte marrë disa Kesa kërkesa një problem më të madh, ky Shumë më të madh. Ky Po pra, sepse ky nga ana tjetër sa për djeni ai akt terrorist ishte shenjë e qartë, një mesazh që ne ju sharrojmë nëse nuk bëni çka kërkojmë ne. Do të thënë, Marinela Osmani në dyshimin tim ka qenë direkt e sinjalizuar o na jep vendimin o të vrasim. çfarë presion është, ë? E kupton? Prit.
se pikërisht në momentin që ka ndodhur akti terrorist, domethënë datën 11 në orën 2:30, unë kisha shkuar një ditë më përpara dhe kisha kërkuar të shikoja dosjen, dhe një njeri që dyshohet prej kohës prej meje që bën lojë të përbashkët me Shikun, ka hyrë dhe i ka thënë sekretares së gjyqtares që çohe nesër në këtë orë. E kupton? Këto janë të tëra të kallëzuara. Dhe unë bile kërkova nga gjykata që të ruante pamjes filmike